Kërkon më shumë kujdes nga skuadra e tij në mbrojtje trajneri Ismet Murishi tani. Pasimi gjatë drejt Liz Demirit, çfarë gabimi në nuk kupton Florent Abdyli. Provon të arkoj drejt zonës e Mirit e nuk realizohet ashtu siç e mendoi gjithsesi. Sirius Margano. Minutat e fundit të pjesës së parë. Shumë mirë pasimi i rastit tani Kiçina. Ku nuk shënon pasar Zjar. 2 gola i shënoi giron e kaluar, shënon edhe sot. Arrin të gjej hapësira të tilla shini 3 lojtar kundërshtar i LNI edhe vetë shënon. Por edhe asistimi Zumberit ishte për notën 10. 0 minut. Shansi tani për një arkim drejt zonës, plana shumë i rasti këtu dhe 1-1 i sezonit për to. 1-1 para zot gjithçka stimi nga Albion Plana. E siç është mos të Abdyli, ja shohim edhe një super arkim. E më pas Berisha që përfiton. Këtë fitoren sot. Në para, gjena hapësirën pasimi ti, shumë i rrezikshëm shansi këtu Çorri. Nuk arrin ta kthej për Kiçinën. Do të ketë shumë ka krijuar të jetë shumë raste Dugazini këtë edicion. Në këtë ndeshje, më shumë se në të tjerat. Isufi, vjen arkimi i rasti këtu dhe 2-1. Rikthehet skuadra e Dugazinit, është tek Zon Sinoni. Shojmë edhe njerë. Ky ishte momenti i golit. Shumë mirë u gjendë në zonë qendër mbrojtësi dhe realizoi rikthimi i shpejt i tyre në këtë pjesë të dytë. Nuk ishte e lehtë, por ja që ja dolë. Ndal Avdim Zimberi dhe pastaj këtu në sandviç i përfshirë Sokol Kiçi. Vari po e kontrollon situatën. Lëa duhet të vijojnë nga Rivania Kondore. Shansi këtu, Zumberi. Dërgon topin të Kryeziu. Kryeziu me këtë goditje ka pritur Margano. Betot 2-1. Inter Roma në Sport 2, 0-1 rezultati, në Sport 4 Fiorentina Empoli 2-1. Vjen arkimi drejt zonës. Po që mbet edhe aty po e mini e shkon tek portieri Margano. Shëndes.